për ta kuptuar sa rri, me kë rri, apo si po rri. Nuk i kthen kurrizin kur ajo është me dikë tjetër përveç teje. Pra, janë disa gjëra të cilat me të drejtë sa njerëzve i lindin ca pikpyetje. Sigurisht, kur unë të pyes çfarë nënkupton ti në botën tënde me xhelozi, e kam seriozisht sepse mbase vim nga backgrounde aq të ndryshme, sa çfarë është xhelozi për një pjesë të banorëve, për ty është një normalitet. Unë kam shpjeguar ato polemët. Po të jap një përgjigje më. Kam shumë rëndësi ta dëgjoj një herë komentin e Monikës, sepse më duhet ta ripikoj për të mbrojtur urgjësi. Një sekond çfarë? Komentin tëndër, Monika. Në marrëdhënie po pra që ishte ke xhestet që tha Greta që Miri bën xheste. Po ta kapim në këtë këndvështrim, Greta ka bërë më shumë xheste se Miri në marrëdhënie me meshkujt e tjerë në shtëpi. E pra. Cilët? Je puth me Kristin, je puth me Gimbon. Në faqe ka lidhje dhe me shoqërinë time. Po Miri e ka puth ndonjëherë në faqe Selinën? Në një moment. Jo, ja kam ndaluar unë. Të dy, Po pse neve nga jashtë nuk i shikoke mi xhestet e juaja dhe ju me shikoni xhestet e Mirit? Pra më dëgjoni bëni si të mos bëni si bëjun. Atë e sipje, do thotë që këtu ka diçka, më shumë se sa. Dy argumente që kam si vajzën time dhe kam një vajzë jashtë. Po pra, këtu nuk ka logjik pastaj për këtë lloj veprimi. Kam përgovelur, e kam bërë si vajzën time. Kaq, a ka ne që këtu? Arroje këtë atë Nëse, shiko, e di çfarë, jo, se negociat gjithë. Nuk zë gjumi se dua t'ju shoh se ç'bëni brapa krave për këtë lojë. Atëre, banor, që ti vëm ty të intereson të keq kuptohet edhe të përflitet nëpër shtëpi. Edhe ti e mohon në prime se di që ajo do largohet. Po edhe ju vini brenda. Se ti e di që do të bëhet komente. Edhe ty është prime i që ti do të xheloz. Unë nga xheloz më. Ju më ndini mua xheloz. Jo, se ka kulora. Po. Ka son te aty ku ka kashuar, po të koda. Apo rimi ti buzë shenjë dhunë. Jo, që ti e ka zëna si gjë. Po i ka buzë shenjë dhunë ti ke Stefani do merri. Miri, nëse ti e pohon, ajo largohet. Nëse ti e pohon, ajo largohet. Çfarë do doja ajo? Unë kam reaguar me fjalë. Se ju bëni xheloza për marrëdhënien që ka unë me Selinë. Ju bëni xheloz. Vazhdo me hipokrizin tënde. Okej, dua të bëj një pyetje të fundit të Brikenës. Brikena, ti si e shikon çifti do afrohen më shumë apo do largohen më tepër në ditët që vijnë? Atëherë Lidion, ti vetë që duf me kon këtë ditë këtu dhe me po Mirin qysh u kon sikur ata gjygyma që vën gjygy. Po mrena s'ka pas uj, po ka pas xhelozi. Do të thoni ka blu xhelozia si gjygëm. Kemi qenë aty, jemi aty me dy kanale me 100 kamera ideal që të flasim për xhelozin. Çfarë do të shtosh? E kuptova, shiko. Pra, qëndrimi yt Monika për të mbrojtur Mirin është empirik. E kuptuam, nuk ka nevojë të shtosh asgjë. Do të thënë ke ngelur vetëm futesh aty brenda, ta pusësh Mirin në ballë dhe ti thosh bravo të qoftë. Zemra moto. Vetëm një gjë. Çdo general i mbron ushtarët e tij dhe Miri e mbron me xhelozi Selinën që e ka pjesë. Ashtu si mbrojti Lornën edhe Lorenci kemi në studio. Ai thot Rogerti për vetë, ai thot Rogerti hajde me mua, ai thot Mateo hajde me mua, ai thot Gimbo hajde me mua. Dakor, e mbyllim këtu. Ajo që dua të them po Selin, po. Që ta mbyllim, po. Se u zgjatëm shumë. A mund ta zdramatizoj pak? Apo ta vazhdojmë këtë? Jo, edhe unë doja ta dramatizoja, po binjak për binjak A shiko këtu apo jo? Kam bërë një Ç'është? tatuazh shumë bukur. Për vërtetë është? Po, do rri këtu një vit. Prit ta shohim një çik se kamera e ka. Ja, një moment. Oh, çfarë lexon aty? BBVA5. BBVA5. Për pak më ndali zemra Selin, po në rregull jemi me BBVA5. Ajo që do thoja unë është që për hir të së vërtetës, nëse vërtet ekzistojnë djemt si Miri që kujdesen për vajza të panjohura si vajzat e tyre, Zoti i shtoft ta njerëz se na duhen. Realisht i duhen shoqërisë
Meshkuj kështu. Pra, realisht ne na duhen më pak Leonardo DiCaprio të kësaj bote dhe na duhen më shumë mira në këtë botë. Patjetër. Kjo është pak po e sigurt. Atëherë hyje. Jo, me dëgjon vetëm dua të them diçka. Patjetër. Këtë gjën ti e the me sinqeritet dhe unë e kuptova. Asnjë nga këta nuk e kuptoi këtë gjën. Patjetër. E ke thënë me ironi, prandaj sta mendojnë kështu. Patjetër. Jo, unë e thash me sinqeritet, pastaj Jo, unë e kuptova. ta kuptoni juve. Po këta që e interpretojnë me ironi këtë gjë, që qeshin. Ore, secili interpreton si do vet. Ka ju qeshni kot pra. Unë kur flas shumë sinqerisht gjatë gjithë kohës, ironia nuk është pjesë e imje. Atëherë, çohemi të gjithë dhe shkojmë tek doma